Tre ish zyrtarë të policisë shqiptare pritet të dalin para gjykatës së posaçme pasi SPAK ka përfunduar arretimet ndaj tyre duke akuzuar për përfshirje në aktivitete të trafikut të drogës dhe bashkëpunim me grupet kriminale. Sipas dosjes hetimore, hetimet e drejtuara nga prokurori Alfred Sheu janë mbështetur në operacione antidrogë të zhvilluara në zonat e Sarandës dhe Pelenës, si dhe në të dhëna të siguruara nga komunikime të dyshuara përmes aplikacionit të enkriptuar SkyECC. Të akuzuarit për këtë çështje janë ish shefi i policisë së Imarës Shkëlzen Ruska, ish shefi i krimeve të Lushnjës Ervis Ali Sinanaj dhe ish oficeri Erdit Hazizaj, të cilët ndodhen në masa arrest me burg. Prokuroria dyshon se këto persona kanë ndihmuar dy grupe kriminale që kanë vepruar në periudhën 2019-2021 në zonën e Sarandës dhe Tepelenës. Një nga grupet sipas hetimeve drejtohej nga Kristo Qiriçi, ndërsa tjetri nga Elidona Lushaj. Një pjesë e dosjes është veçuar duke përfshirë një tjetër ish shef kufiri në Sarandë, Elvis Dervishi, si dhe 6 persona të tjerë të dyshuar si pjesë e një rrjeti kriminal të kultivimit të kanabisit, të cilët vijojnë të jenë në kërkim. Sipas SPAK, një ngarkesë prej 1144 kg kanabis dyshohet se është trafikuar përmes pikës së qafbotës e fshehur në një rulot në të cilën udhtonin 2 shtetas italian. Vlera e kësaj ngarkese sipas hetimeve arrin në rreth 1.7 milion euro. Hetimet tregojnë gjithashtu se anëtarët e grupit kriminal në rastet e arrestimeve dyshohet se siguronin mbështetje financiare për familjarët të arrestuarve dhe për mbrojtje ligjore, duke përdorur lidhje të brendshme brenda strukturave të policisë. SPAK thekson se në disa raste të akuzuarit kanë pasur rol aktiv në mbulimin e aktiviteteve kriminale, përfshirë edhe operacione antidrog, ku janë azgjesuar qindra rrojnë kanabis në zonën e Tepelenës dhe Gjirokastrës, ku dyshohet se është favorizuar aktiviteti i grupeve të hetuara.